Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Elira. Jam një grua e rritur, e martuar prej vitesh. Nuk jam as e turpshme e as e ftohtë. Trupi im gjithmonë ka reaguar fort, por për një kohë të gjatë nuk kisha kujt t'ja jepja atë ndjesi. Martesa ime ishte kthyer në zakon. Burri im ishte korrekt, por i largët, me prekte rrallë, pa pasion e pa etje. Unë ndihesha sikur po thahesha ngadalë, edhe pse nga jashtë dukesha njësoj dhe mjaft e mirë. Kunatin tim e njihja prej vitesh. Gjithmonë ishte aty, në përmbledhje familjare, festa, dreka e darka. Nuk e kisha parë kurrë me atë sy. Të paktën, kështu mendoja. Ai ishte më i qetë se burri im, dhe më i vëmendshëm. Kur fliste me mua, më shikonte drejtë në sy. Kur qeshte me të gjithë trupin. Dhe unë fillova ta ndjeja ndryshimin shumë ngadalë. Në fillim ishte thjesht ndjesi. Ndodhte një siklet i lehtë kur ai më ofrohej. Një ngrohtësi e çuditshme kur më thërriste emrin, por asgjë e hapur dhe asgjë të ndaluar deri tani nuk po bënim. Por diçka brenda meje, t'ju them të drejten e mos t'ju gënjej, po zgjohej. Situatat mes nesh u shtuan. Njëherë u gjendem në kuzhinë vetëm në të dy. Të tjerët ishin larguar për pak dhe nuk e di se ku dhe mund të ktheheshin nga çasti në çast. Unë po rrugulloja diçka mbi banak. Ai qëndroi pas meje, pothuajse ngjitur me trupin tim. Nuk më preku, por e ndjeja frymën e tij në supët e mia. Mu nxeh trupi, me një herë vërejta, dhe nuk u largova, por nuk u largua as ai. Qëndruam kështu disa sekonda që për mua zgjatën shumë më tepër. Dhe një herë tjetër ishim në makinë. Po ktheheshim vetëm nga një vizitë familjare. Bizotronte një heshtje e rëndë. Ai voziste e unë rria anash dhe më shikonte her pas here. Më shikonte tinza dhe jo hapur, por mjaftueshëm sa ta ndjeja. Shikimi i tij ishte i ngarkuar, sikur donte të më afrohej, por po përmbahej, e t'ju them të drejten, ato shikime po më ndiznin. Zemra më rrihte fort, dhe trupi im reagonte pa më pyetur mua fare. Pas kësaj, gjërat nuk ishin më të njëjta. Filluan shikimet të heshtura nga ana e tij. Një buzëqeshje me kuptim të nxehtë, sikur donte që të më shtypte. Një fjali e thënë me afër dhe një dorë që më prekte lehtë krahun kur kalonte pranë. Kunati nuk bënte asgjë që të tjerët ta vinin re, por unë i ndjeja të gjitha. Filluam të shkruanim her pas here. Shkruanim mesazhe të zakonshme, por që kishin nën kuptime, si për shembull, sot ishe ndryshe,
me thoshte ai, ose me mbeti mendja tek ajo që ndodhi në kuzhinë dje. Unë lexoja dhe ndjeja trupin tim të ngrohej. Nuk I ndaloja me mendimet. E ndëroja që të rrëshqisja tek ai shkop, por më e rëndësishmja ishte kur. Një herë tjetër u gjendem vetëm në shtëpi. Ishte e planifikuar nga ana e tij, edhe pse unë nuk e dija, por më mirë që me doli surprizë. Ai gjeti një justifikim të thjeshtë, dhe kur dera u mbyll, tensioni u bë I fortë. Nuk ishte me arsye për t'u fshehur. Qëndruan përballë njëri tjetrit, e ai u ofruan ngadalë. Unë po qëndroja si e heshtur, ndërsa Kunati më kapin nga krahu dhe prekja e tij ishte e vendosur, ndërsa unë nuk u tërhoqa, sepse atë po prisja, dhe përkundrazi, unë u ofrova edhe më shumë pranë tij. Puthja e parë ishte e thellë dhe e uritur, jo nxituar, por e mbajtur gjatë. Trupi im u dorëzua menjëherë. Ndihesha e lagësht nga emocionet dhe nga dëshira, apo nga fakti që dikush po më donte me etje. Duart e tij më mbanin fort. Nuk flisnim, sepse nuk kishte nevojë. Çdo afrim mes nesh ishte më intensiv. Çdo prekje po më çonte më thellë drejt atyre ndjenjave. Nuk po mendoja më për asgjë tjetër, vetëm për ndjesinë që po më pushtonte. Ishte e nxehtë, e fortë, e ndaluar, dhe kjo e bënte edhe më të mirë. Por kjo ishte vetëm një çast e shkurtër, ndërsa me vonë do ju tregoj atë magji të vërtet në çdo detaj se si më shtypte ai. Pas asaj dite nuk u ndalem. Filluan takimet e fshehta, jo shpesh, por mjaftueshëm sa të më mbante të ndezur. Një herë në makinë, duke u prekur në heshtje. Një herë në një dhomë boshe, duke u ofruar pa fjalë. Dhe sa herë ishim vetëm, trupi im reagonte menjëherë, sepse ndjeja brenda shkopin e tij sa herë që I vinte mundësia. Situatat u bën më të guximshme. Një herë në korridor, duke u puthur shpejt nga frika se mos hynte dikush. Një herë tjetër pas dite vonë, me perdet gjysmë të mbyllura e të tjera. Çdo takim ishte I mbushur me etje dhe rrezik, dhe kjo më bënte të ndihem më gjallë se asnjëherë më parë. Kënaqësia që përjetoja me të ishte ndryshe nga gjithçka tjetër, dhe do ju tregoj edhe ju në detaje se çfarë bënim. Kënaqësia ishte jo vetëm fizike, por edhe mendore. Ai më bënte të ndihesha e dëshiruar, e kërkuar dhe e rëndësishme. Tashmë nuk isha thjesht një grua, isha një dëshirë. Pas çdo takimi, largoheshim pa shumë fjalë. E dinim që po bënim diçka që nuk duhej, por asnjëri nuk donte të ndalonte. Ishte një marrëveshje e heshtur që donim ta vazhdonim derisa të na este. Në një ditë prej ditësh, sapo isha zgjuar nga gjumi. Nuk e kisha ndëgjuar burrin që ishte larguar herët nga shtëpia. Ashtu si në për ëndra, ndjeva nga pas një shkop që ngadalë po rrëshqiste. Se dija nëse isha në ëndër apo jo, por kur I hapa syt, pash atë.
U ktheva nga ai dhe po shikoheshim në sy. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like. A nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.